Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në kampionatin e shahut për herë të parë në Shqipëri, edizioni i parë për kariket me rrota. Titulli i kampionatit është Bëje mati si shahist në karike me rrota. Ka qenë një projekt i ideuar dhe i konceptuar nga unë me dëshirën e mirë për të integruar këtë kategori në një edicion të këtij formati, të mundësuar financiarisht nga Bashkia e Tiranë, Kompania Qafshtama dhe Union Bank. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua të bëja bashkë me njëri tjetrin pas shumë kohësh, shumë persona me karike me rrota të cilët janë të background-e, të profileve të ndryshme studimore, profesionistë të lirë të cilët gjetën kohën e tyre për të qëndruar 2 muaj me njëri tjetrin, udhëheqjen e profesorit Emanuel Zonja, i cili mundësoi trajnimin për një periudhë të gjatë kohore, stërvitjen e vazhdueshme, seanca të ndryshme terapeutikore. Strategjia e shahut përkthehet edhe në një strategji loje në jetën e tyre. Shahut i karikeve me rrota është kampionati i parë i këtij lloji, që kishte një pjesëmarrje të moderuar për arsye sepse është një kategori që pjesëmarrja nëpër evente është pak më e vështirë se kategoritë e tjera, por si kampionati i parë pati shumë sukses. Lojtarët ishin të përpikt, mes shumë vështirësive dhe sakrificave vetjake arritën të merrin pjesë në kampionat dhe pas zhvillimit të finales do të shpallën dhe fitues. Jeta është si një shah, kështu që le të luajmë.